so easy to you. Just wanna know what you're thinking. Nothing comes easy when it comes to you. You said you wanted to know me, but did you even try? All you do is find new ways to hurt me. You just wanna act like it's fine, but it's not alright. You just act like it's fine. Oh no, it's not alright. It's not alright. It's not alright. Remember all those good times. Sot jemi nga Djela, kemi vendosur që të ikim për hiking. Si e kishemi në i vend jandi? Zawaland apo Zaraland është land tjetër, Zawaland e ka emrin. Është diku të një orë larg nga ne, ka liçenër dita shumë e bukur. Ne vajtë morëm një pak kohë që në mëngjes, që na kishin dërguar nga Shqipëria, ma ka dërguar mu motra, I cili ishte edhe ky xhupi, që mezi po e prisja. E kishte marrë me një çmim fantastik, sa e bash tash, e dua dhe unë një, më mirë dhe mua një, shikon sa I bukur është, deri të vithet, dhe është shumë shumë perfekt. Që faleminderit të reja, të dua shumë. Andi që më shohë thot as ishe t'ju që usun të një ore gjysmë më para, apo ishe dikush tjetër. Nuk e di a zjeni ju me motrën, sepse ne zjemi, e dhe themi, mbyllë ti telefonin e para. A mbyllë se nuk du fare të vras me ty. Andi kështu bëjmë? Se ti na imiton, si bëjmë? Ja, nuk e bëja. Nuk e bën? Ke turp ta bësh? Yes. Si bëjmë? Beqi na imitoj që si bëjmë? Zjemi, me vërtet zjemi shumë, qitë jetën e më zanë shumë. Por mendoj se edhe duhemi shumë, të paktën unë dua jashtëzakonisht shumë motrën, sepse se ka njëri që se do motrën. Edhe tani të nisemi sepse prishim edhe xhamin atë pasqyrën e makinës, po e ngjiti Andi, xhamin e makinës e rregulluam, vaj filtra I bëm që ju thash që e kishim çuar makinën në servis. Por ka për të bërë edhe 1-2 gjëra të tjera që kështu do bëj një qerre me lek. Edhe duhet të bëjmë aktivitete që janë pa lek. Say you think about me because I'm starting to doubt we will find our way back to each other when you're on the other side of the world. I'm here and I'm waiting, but I know I can't say that we didn't end it for good reason. Still I'm hoping we'll be meeting soon. Everybody needs some time to figure Kemi ardhur në zonën malore, edhe një ullur një kafe që ka qenë mulli më para, mulli uj, dhe është super bukur. Nëse po presim që të konsumojmë në një qaj dhe cappuccino dhe është yll. Kafe në gjeti shefi. Të pëlqen se këto të pëlqen. Po shumë bukur, shumë. Doja të bëjmë. 요즘 내 얘기가 재미없어 진 이유를 찾았어 I've been wasting all this time finding words to let go Cause I'm looking for Neverland Backtracking on memory lanes Hoping it's not just a wonder I can't be Kemi dalë për hecje tash, pasi konsumuam edhe një kek me cappuccino. 28 euro, 2 cappuccino dhe 1 kek. E 2 keka, ato që pat. Edhe tash po dalim për hecje, është kaq shumë bukur kjo zona. Do ecim këtu, pastaj do ikim me makinë, do ecim prap në një vend tjetër. Edhe do ikim në shtëpi pastaj. Pastaj prap. Po pastaj. Vetëm këtë hecje do bëjmë? Jo, do bëjmë plot. Sot gjithë ditën kështu do e kalojmë. Po më gro. Po. Ata bëjnë ditë një pushim. Ja. Ti pushimje. Po, nga unë dhe në studion pushim. Ti pushimje se jeme prezencën time dhe të relakson prezenca ime, pse gënjen. Ja. Po shpirt. Deri sa more grua në Gjermani, plase, vetëm ungujove, vetëm qaje, më thoj mua, aman, kur do vish, jam mërzitur, tregoj që. Ja, tregoj, ti si o qaje. Unë qasha? Do mi bësh letra. Beri letrat mi beri. E mora për dokumentat. I thash më bëj lene shëndrimit në Gjermani. Qa do bësh, do më marrësh. Mori. Po dalim të gjëmë vërtet knaqem që ka shumë bukur, e kishim nevojshme dhe që ka shumë diell edhe është gjëna mos me dalim bojeci për zonë. Po, me edhe kjo zona që shumë po e mirë. Edhe kjo është pak pa lidhje mas nesh, po ju e dini që unë jam andi dhe ersi, edhe që ne jemi.
Kjo Unë jam zona marrë është, kjo është Andi dhe unë jam Erste. Po. Dhe kjo zona që nga shumë e bukur. Shi sa ponit e bukur Andi? Ku janë? Ja. Pas gardit. Ku janë marrë sa ti gjysmë metri e nuk e shoh kam unë, aha, shifa. Si jam gjysmë metri unë. Gjysmë metri e unë jam i gjatës për shifsha, për ti pas e pa nga poshtë. Edhe shikoni sa e bukur. Është kështu qyteti. Është i vjetër edhe tipik qytet gjerman. Tipik. Po, ato shtëpit me drasa, kështu që unë i kam shumë qef. Edhe tipik qytet gjerman me njerëz beyond për hiking. Edhe që të shohin mund dritë të syrit të shohin. Ja, t'i ngulin syt ja. Që të lokale atë na përshëndesin gjithë, jo vetëm ne, po. Njëri tjetrin. Kishë kështu si kulturë, guten tag, për gjithë. Edhe bon apetit. Sa i bukur qenka. Do vija t'jetoja këtu, më kështë pyet një zonjë. A do doja ta kishe një ferm dhe t'jetoja? Po, do doja. Shizja i bon janë po të shef ty. Ku është? Ja, Aha, o qili. shumë Shifka sa bukur. fkollën me apsira tjera dhe vetëm shifka. Që kështu shfrytëzojeni njerëz fundjavat. Shikoni ku keni afër jush, pyesni ChatGPT-n çfarë të bëni, se edhe ne këto kohë të fundit me atë po merremi. Po, i ka Edhe- qëtë gruja një dy. Edhe ka gjithë vende me vërtet shumë të bukura dhe shumë interesante. Am I ever gonna get there? Am I ever gonna get there? Am I ever gonna get there? I guess we'll see. Cause I'm trying to find my place. And I heard a man once say, son, you gotta run your own race. And don't you ever stop. No, don't you ever stop. Am I Për spektakël. Nuk e di, në qoftë se kjo zona këtej është kaq e bukur që nuk është se mbahet aq shumë sa të mbahet Bavaria, nuk e di si mund të jetë Bavaria. And imagjino, mendoj se mund të jetë spektakël e bukur. Por natyra, edhe po diskutoja me Antin se sa mirë e mbajnë dhe sa pastër e mbajnë dhe bravo ju qoftë kjo anë, se sa të kujdesshëm jam me plerat, me gjërat, funksionon dhe sistemi i pastrimit dhe çdo gjë dhe bravo ju qoftë. Sinqerisht, më pëlqen jashtëzakonisht shumë, sidomos kur dal nga qyteti, se qytetet janë shumë rrëmuj, shumë njerëz, shumë kaotik më qytet, kurse zonat periferit i kanë jashtëzakonisht shumë të bukura. Dhe unë mendoj që nëse do vini në Gjermani, mos e lini një ditë pa dalë në periferi. And si Normal që betande. janë më vërtet shumë. Janë, nuk e di çfarë t'ju them, shikoni. Që kjo është thjesht rruga. Shikoni sa mirë i mirëmbajnë shtëpitë. Nuk vën plera para, nuk vën gjëra para, nuk i bëjnë atë murin, thoj ti sikur ku do të shofi shtëpitate. Ja, bukur të kënaqet shpirti ta shofësh edhe kur ecën me makinë. Ne donim të kishim ecur pak më shumë, por unë nisëm me vonesë, na ishte vajte morën pak, unë jemi nisur kemi ardhur në orën 1:30 gati, edhe nuk kishim mundësi që të bënim një hiking shumë kohë, ecëm vetëm diku te 40 minuta, 1 orë, po herën tjetër do vim do bëjmë tër malin lart, e cila është një rrugë që bëhet diku te 3-4 orë, dhe unë vetëm një herë kam bërë hiking aq shumë. Po, s'është të bëjmë asë më qaq. Që do vi bërë. Dhe unë vetëm një herë kam bërë hece aq shumë dhe ka qenë shtegu i ngjyrave në Shqipëri, dhe nëse do sugjeroja një vend që është super i bukur për ecje, shtegu i ngjyrave, është Është i bukur. Është shumë i lodhshëm, sepse është gjithë rruga është vetëm malore. po, Gjithë rruga do fuqi të ecësh, do ta kat, por nuk duhet ta lini pa bërë, sidomos nëse jeni deri në një moshë të re, të themi, dhe keni fuqi, është mrekulli. Bëni tash nga prilli, nga maj. That you want it, driving me crazy with that fire in your eyes. Oh, but I try to ignore it. Part of me wants to see you real.
and forth, the same notes intertwined. Baby, won't you take your time with love me, love me? Your heart be falling right into mine. Palestër, o zot, ti kisha arrut ditën kur kisha shku për herë të fundit në palestër. Bëra dhe sauna, po më vjen gripi shumë për dallë. E ndjej që jam i pllokume, dhe jam e sigurt që do më zej një alamet gripi dhe të më vi për shtatë, sepse jam veshur e zakonisht shumë holl. Nuk ndjej ftohtë, nuk e di çfarë problemi kam, por jam veshur shumë holl dhe tashi mbajeni mend, por nuk u smura. Motra, e dinte motra, prandaj më ka sjellë një vazo mjalt nga Shqipëria. Sjell edhe mish të fat. O zoti ma, më ka sjell pastërma. Unë vdes për pastërma, mbaroj. Që kështu më dhem tërë në ofla këtu, sepse kam qenë gjithë ditën djetë duke nga pastërma, kështu se ajo është e fortë edhe. Vdisha mbarova në nofla, sot zdia të ndalja, u zurata me andin, se më tha mos haj shumë, se do së muresh edhe unë. Ç'të duhet ty ç'bëj unë? Ç'haj keti? Unë daj të kënaqem se më ka marrë malli, nuk e kupton ti. Se nuk e ha veti, bëra llafe, nuk e mora vesh pse bëra llafe. Qa më sollën tjetër nga Shqipëria, na kanë sjell prap ullin të tjerë, këto më duket se i ka dërguar halla e Antit, në qoftë se nuk gabohem, i ka sjell të çarë, ullin të vegjël, edhe tha që janë shumë të mirë, e çoja Antit se Andi ka qef ullin, edhe i kanë sjell dhe ullin, na kanë sjell vaj ulliri, na kanë sjell molle, mjalt, gjupin, pastërma, dishon që nësë tjere këto nësë. Edhe unë sot vajta bëra një mini pazar, si mund të shikoni tema e kësaj ditës është butter yellow, është në ngjyra e verdh. Mora 2 tufa tulipanash tek Aldi. I mora roz, një shapo një jo. Mora banane, sallat, këto gjërat shumë të mërzitshme, të përditshme. Mora dhe këtë golden kiwi. Ja, e kam qef këtë se është i ëmbël në krahasi nga kiwit e tjerë. Ky vjen pak më i ëmbël, se unë nuk më pëlqen shumë kiwi. Edhe tash do bëj një smoothie. Sa cute, pas ka dhe një lugë që mund ta hash. Sa interesante. Se si supozohet të punoj që. E pret me këtë. Ma pëlqen kjo lugë. Atje jap Andit me vete në punë kur hap fruta, se e mund të haj kiwi shumë kollaj me këtë, shikoni? Nga që ai merr ushqim me veten në punë. Sot kemi bërë edhe fasule që dje, se morëm pastërma, ne nuk do bënim që fasule me pastërma, të bënim, se për ndryshe kushimin e. Bleva edhe unë sot qep të njoma. Mos na afrohet njeri sot, imagjinoni vetë ju çfarë herë do vim pas drekës. Qep, fasule, sallat jeshile, pastërma, jeta fundit. Said you needed more time to think, so you went away. But you still would stay in my dream. Now you're back for more. Why you in my reality? My head closed the door. Even though my heart just won't leave. That was then, can't go back. Hurt so bad, had to block out the memory. If we try again, start from scratch. You wanna pick up where we left off, but you've been gone away. You've been gone away so long. Since you've been gone away, you've been gone away so long. I forgot your middle name, I forgot your birthday. You still wear cologne the same, like it in the worst way. You've been gone away. Since you've been gone away, you've been gone away. 50-11 days, 50-11 days, 50-11. I lost count of all of the weeks that you have your way. Po erdhëm në shtëpi, se vajtëm pim një kafe pas punës së Andit, se e dini ju, ditët me diell në Gjermani janë fest. Plot ishin rrugët me bicikleta, me njerëz, me nuk e keni iden. Vajtëm punë me edhe një pazar, mini pazar tek DM-ja, po duhet t'i tregoj këtë. Shikoni sa i bukur. Është me lepuj. Edhe kishte edhe të madh, por duke qenë se ne pim shumë ekspres, edhe pim ekspresin e gjatë, që kështu e mora një. Andit nuk i mora, e mora vetëm për vete.
Mora edhe një anti-aging që janë këto surumat. I kam parë shumë, nuk e dia shikoni në TikTok, që gocat koreane i blejnë njerëz zakonisht shumë të dëmoja këtu dhe thonë që janë shumë të mira, ç'a blejnë gocat para se të kthehen në Kore ose në Azi. Edhe thash ne ngelëm të blej produkte koreane, të provojmë një herë këto të balea. Edhe këto morëm tek dëmoja, se di ç'a morëm tjetër, mora edhe një si kjo për me perime. Mora edhe këtë që marrë gjithmonë, kur më hahet në një snack hakët. Edhe isha para një 2-3 ditësh tek Amaxi dhe kisha lënë gjërat poshtë. Mora këtë kremin për flokët. Nuk e kam provuar ndonjëherë, por unë nuk është se i kushtoj shumë rëndësi kremit të flokëve, sa vetëm Maja të bëj, që kështu mjafton të më zbusi flokët, e për mua është më i mirë që ekziston. Edhe morëm edhe këto klofët për jastëkët, që janë roz. Edhe janë pambukur, nuk janë kështu si cope shëndritshme, por janë kështu të buta, streqi, pambukur. Edhe mu duken të lezetshme, roz, 5 euro ishin të dyja, thash po i marr. Edhe ti kemi të ndërrojmë. Vajtë morëm edhe një pako që më kisha ardhur, po dua t'rregoj tek vlogu tjetër. Tash do ngroj groshën brandin që të haj. Edhe unë hëngra një biskot me kungull. O, sot sa të mira e kishin bërë. E kishin qa bashkë me një cappuccino. Më ka shiku jashtëzakonisht shumë. Dhe mund ditët me diell janë fest ndërkombëtare. Se keni iden sa shumë njerëz dalin me fëmijë, plozin, me bicikleta, po më vjen edhe mua kështu që ta blej një bicikletë. Sa nuk e keni iden sa e dua edhe unë një bicikletë. Ta marr, edhe pse nuk di t'i jap shumë mirë, po besoj se mund ta mësoj. Se them s'ka lind njeri i ditur, edhe unë do e mësoj, si gjithë të tjerë, do bie, do vras gjujnë të gjitha, po pastaj do e mësoj. Që kështu duhet ta blej bicikletë. Kam gjetur një aty në eBay Kleinanzeigen, po do I shoh. I sent a text that I was wrong. Oh, won't you come back home? Why won't you come back home? I've been sleeping with the light on dim. The dark feels heavier without you.